skema të ndryshme korrupsioni, një figurë të lartë të lidhur me Zelenskin, do me thënë që gjithashtu, do me thënë është përfshirë në këtë skandal dhe biles kanë kaluar më tej dhe shumë mass media biles ato perëndimore arrin deri atje sa deklarojnë që Zelenski mund të mos e arrijë edhe do me thënë krishtlindjet në pushtet në Ukrainë, pra është një situatë nder politike në vend. Nga ana tjetër, edhe situata në front po ndryshon në mënyrë drastike kohët e fundit, për shembull në Pakrovsk, flitet që 95% e qytetit janë në duart e rusëve dhe ato po vazhdojnë, po përparojnë, domethënë edhe në drejtime të tjera, si për sa i përket Zaporozhjes, sa për sa i përket zonës së Harkovit, ku janë futur, le të themi, kanë thyer kufirin në një pikë tjetër dhe janë futur në zonën e Harkovit, pavarësisht se atje, për të thënë të vërtetën, nuk është një pjesë e madhe e krajinës së Harkovit në Rusinë, ndërsa për sa i përket Donbasit, tashmë 81% e territorit të Donbasit është në Rusinë. Dhe me ka të ngjarë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump ka shumë të ngjarë. I kanë lënë palët ndërluftuese të zgjidhin problemet e tyre në fushën e betejës për të arritur diku nga pranvera, ndoshta në një paqe të mundshme me kufit ekzistues në atë kohë. A ishte Orban një farë përcjellësi i mesazheve të Vladimir Putin tek presidenti Donald Trump? Nuk besoj që Orban mund të konsiderohet si përcjellës i presidentit Putin, po ai është përcjellës i interesave të shtetit të vet dhe ka arritur maksimumin e asaj që mund të merrte një shtet i vogël si Hungaria në marrëdhëniet në përplasjet e dy superfuqive. Domethënë arriti të, le të themi, të spostonte sanksionet ndaj energjetikës ruse për sa i përket Hungarisë për një vit, dhe kjo është një goxha arritje e madhe për Hungarinë, sepse mbas një viti ndoshta dhe mund të mbarojë edhe lufta, edhe më shpejt. Prandaj, nga ana tjetër, ai deklaroi që Hungaria është i vetmi vend, qoftë edhe një vend i vogël, që dëshiron me të vërtet paqen në perëndim. Pra ka bërë një deklaratë të fortë, por ka një spiral tjetër interesant. Në qoftë se keni vënë re, ka qenë një samit i vogël, domethënë i vendeve të Azisë së Mesme dhe presidenti Trump, ku nënshkuan shumë marrëveshje të rëndësishme për marrëdhëniet bilaterale të vendeve të Azisë qendrore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por bëri përshtypjes sidomos edhe nga njëra anë lëvdatat dhe që i thureshin presidentit Trump nga ana e liderëve të Azisë së Mesme që shquhen për këto gjëra, domethënë nga ana tjetër, menjëherë mbas takimit me presidentin Trump, ku presidenti i Kazakistanit Tokayev deklaroi që duhet thënë i nënvizoi vetë presidentit Trump në takimin me të që Putini ka bërë jashtëzakonisht shumë lëshime në Alaska, në Anchorage, pra për sa i përket zgjidhjes së fatit të luftës në Ukrainë. Një gjë që nuk e kundërtoi dhe presidenti Trump. Dhe me siguri mendohet që ka pasur një mesazh edhe një input të presidentit Trump për presidentin Putin, pasi menjëherë mbas takimit me të, presidenti i Kazakistanit do të takohet me presidentin rus pikërisht sot dhe nesër. Pra mund të kemi edhe zhvillime të tjera interesante në këtë drejtim. Një pako më i gjerë e një kompromisi të madh se sa vetëm Ukraina? Po them me Shtetet e Bashkuara, Rusisë, sepse kemi dhe lindjen e mesme, kemi dhe Sirinë, Bashar al-Assad ishte atje, pra duket se ka shumë çështje që ndoshta mund të zgjidhen si pjesë e një dilli të madh, një marrëveshje të madhe. Shumë e drejtë, po, ashtu është, pikërisht është një lojë e madhe shahu me të gjitha figurat e përfshira, dhe mund të flasim edhe për, le të themi, arritjen e mundshme të një akordi shumë të rëndësishëm ndërbërthamor, domethënë që ku përfshihen përveç Rusisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera, por sidomos Kina, që ka një arsenal tashmë të konsiderueshëm bërthamor. Dhe në fakt marrëveshja e vjetër që u denoncua, që u refuzua, domethënë për zbatim nga të dyja palët,
mund të jetë pjesë e kësaj marrëveshje të re, domethënë që mund të arrihet, sepse de facto në këtë marrëveshjen e vjetër merrin pjesë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, ata qermatoshësi, ndërsa shtetet e tjera përfshirë dhe Kinën e rrisnin arsenalin e tyre, që nuk është me të vërtetë një gjë e drejtë siç mendojnë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në Kremlin. Dhe duhet thënë që vërtet qëllimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës nga njëra anë është të ndalojë, është e qartë që administrata e presidentit Trump çmos për të ndaluar luftën në Ukrainë me gjitha mjetet dhe mënyrat që mundet. Nga ana tjetër, ajo është e ndërgjegjshme që Rusia le të themi nuk është një shtet që mund ta përmbysësh apo ta coptosh apo të arrish fitoren vetëm me sanksione, dhe kjo është e qartë që edhe tashti është e qartë që është pamundur. Kjo nuk pothuajse nuk ndrykon fare nga përsa i përket sjelljes së Rusisë në fushën e betejës dhe në krizën në Ukrainë.